Vërshimët e ditës së sotme kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në komunën e Rahovecit, konkretisht në fshatin Qifllak. Si pasojë e rreshjeve të mëdha dhe daljes së përrojit të fshatit nga shtrati, disa shtëpi janë përmbytur, duke rrezikuar banorët. Mërgjimtari Dimal Sahitaj, i cili kishte ardhur për pushime në Kosovë, theksoi se shtëpia e tij është përmbytur deri në katin e parë. Ai bëri të ditur se nëna e tij ka pësuar lëndime trupore gjatë përpjekjes për të larguar sendët nga kati i poshtëm i shtëpisë, ndërsa motra e tij dhe ai vet nuk kanë pësuar lëndime. Sipas tij, nëna aktualisht po trajtohet nga mjekët dhe është jashtë rrezikut për jetë. Sahitaj theksoi se shkaktari kryesor i kësaj gjendje është përroji i fshatit, i cili gjatë rreshjeve intensive del nga shtrati dhe shkakton përmbytje. Gjendja është e jashtëzakonshme, pasi sot në mëngjes ka pas shumë vërshime, edhe na konë gjumë, konë mëngjes, edhe më ka telefonu Hoxha 6:30, 6:40, ka thënë është urdhëj, edhe s'ka pas ku, brenda gjysmë ore, një ore, ujë është fut brenda, edhe i ka marrë gjitha pajisjet që i kem, edhe na janë gjithë në katin e dytë shtëpisë, ku na kanë më të sigurt, edhe kati i para kanë komplet mshirë të ujë të fatit. Ka të lënduar brenda shtëpisë, veç se e thatë më herët që... Ne kemi qenë brenda unë, motra dhe nona, unë edhe motra jo, nona ka pësu një lëndrim në krah, edhe në vetull, se është rëzu në shkallë, tu mundu me skeu gjërat ndryshme, po nuk është rrezik i madh diçka, ama është lëndim, edhe po trajtohen faktikisht. Po ato janë hek më herët prej shtëpisë, diku rreth orës 9 deri në 10, edhe janë diku të trajtu në emergjencë në Rahovec. Kërkesa le nuk kena bën, duhet me këqyr qysh shkon, edhe qysh asi, edhe shpresojmë që diçka sa do pak, edhe pse domi është i pa kompenzueshëm, mendoj. Ama sa do pak diçka që komuna ka më në dalë në krah, ose më në ndihmu. A është hera e parë që ju po ballafaqohet? Jo, nuk është hera e parë dhe kjo është problemi kryesor faktikisht, se ka ndodhur edhe para 4 vjetë, nuk ka ndodhur në këtë mos më të vogël, ama nuk është zgjidh problemi që e shkakton këtë ujë këtu. Sipas jush, cili është problemi? Problemi lidhet këtu me projën e fshatit, edhe aty është një kryqëzim mes projit edhe hekurudhës, edhe ajo ura që proni duhet me të kalu hekurudhën, më fut në hekurudhë, ajo ura është shumë e vogël, është e viteve 60-a, 70-a, se di kur e mëru, edhe është e pa, ajo s'mund me përballu nivelin që e bjen ujë. Edhe teprica kthehet në drejtim të shtëpisë tona, edhe tani është gjendja si tash. Ndërsa edhe Xhelal Sahitaj, mërgjimtar nga Gjermania, ka deklaruar se dëmët materiale në pronën e tij kapin vlerën mbi 15.000 euro. Gjendja materiale është mbi 15.000 euro, se liçkuzhina për mbi 13.000 euro, qera tani më s'flasëm ullë se armona këto sena. Duhet me këqyr tash qysh ku t'heket qysha, gjendja ma saktë. Kur e pati ke reagimin juaj? Reagimi jam më doa me majt derën mshel, e smujt, aja gjysore tani shpërthejt edhe hini mrena, edhe thira djallin e vladit, ta shqoj se më s'jen në katin e ullët edhe mund me dëmtu ma shumë një njerëzore. Është hera e parë që për ju ndodhin këto dëme materiale? Mua në shpit teme hera parë, amo se kjo në reshtë në para 2 vjetë, amo edhe herë ka pas 2021, po atëra kun pa regullune, veç me bloka kështu. Lidhur me situatën, drejtoresha për mbrojtje dhe shpëtim në komunën e Rahovecit, Besmire Bytyqi, ka bërë të ditur se gjendja ka qenë jashtëzakonisht e rënduar. Ajo theksoi se 2 gra kanë qenë të ngujuara në një nga shtëpitë e përmbytura, por fatmirësisht janë shpëtuar me kohë dhe aktualisht po trajtohen në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Bytyqi gjithashtu siguroi se të gjitha dëmët e shkaktuara nga vërshimet do të kompensohen nga institucionet përkatëse. Siç mund ta shihni edhe në pjesën prapanesh këtu, gjendja ka qenë jashtëzakonisht e keqe, sidomos në orët e jashtme të mëngjesit. Bashkë me zjarrfiksit jemi në terren që nga ora 3-4 e mëngjesit, duke intervenuar aty ku kemi mundësi. Fatmirësisht niveli ujit veç ka rënë, ashtu siç mund ta paraqitet edhe në pamjen prapanesh. Kanë qenë 2 gra të
ngujuara në shtëpinë në katin e dytë, mirë po fatmirësisht tani janë në ÇKMF, po trajtohen nga mjekët që i kemi aty dhe uret që gjendja e tyre shëndetësore të jetë mirë. Kemi shumë shtëpi në të cilat bodrumet e tyre ka hyrë uji, zerfiksat kanë intervenuar, kemi probleme edhe në infrastrukturë publike fatkeqësisht nga shirat e tepërta që kanë rënë gjatë natës. Cili fshat brenda komunës suaj është me gjendje më të rënduar? Përveç fshatit Çifllak në cilin jemi tani këtu, është fshati Fortesë, që gjendet në mes të Rahovecit, kemi pas probleme edhe në Sapniq, edhe në Ratkafës, në Gegje, në këto fshatra kryesisht. Shumë shpejt ekipi jonë Komisioni për vlerësim dëmeve do dalë në terren, të shërtet gjitha kërkesat që na e sjellin qytetarët dhe më pas ne do t'i dërgojmë në Komisionin Qendror për vlerësim dëmeve. Ndryshe, ekipët emergjente po vazhdojnë vlerësimin e dëmeve dhe monitorimin e situatës në terren për të parandaluar rreziqime të reja.